Dezignimi i ish presidentit, ish kryeministrit të Shqipërisë sigurisht nuk ka qenë një ngjarje këndshme për askënd. Më kujtohet në atë kohë pse mbajti një heshtje që zgjati shumë, por pastaj e ripërdori dhe e mori në funksion të betejës brendshme politike. Do të shalse? Them drejtën nga 90 kur bë kryetar partie. Në 91-92 Kush sala? Për herë të parë. 91. 91. I PD-s bëhet fjalë. PD-s. Unë do refuzoja të komentoja, për mua ka pa shumë pak rëndësi, nuk sjell asnjë gjë. Mjafton që të mendosh 30 e 5 vjet i bi. Po, ka qenë edhe Rama atë. Edi Rama është fitues konsekuent. Jo, thjesht për fakt historik. Në atë kohë Rama bëri artikull kur kërkoi nxjerrjen jashtë ligjit të Partisë Punës, që profeson sot, dhe ishte për opozitës. Por të diskutojmë tani për statusin nuk refuzoj fare, as më intereson fare. Po ju ka interesuar kur u vendos, pse ju intereson tani kur është hequr? S'kam asnjë lloj se secili ka menduar vetë në vetë. Personalisht nuk kam asnjë lloj dëshirë as për të komentuar, as për të... Po do ta pranoni opozitën tani, zoti Shalsi, se përpara nuk pranoni të konsideronit sepse drejtohej nga një nëngrada. Tani do ta konsideroni? Të thash pra që për shëndetin e demokracisë në një vend, roli i opozitës është i pazëvendësueshëm. Ndërkohë që kemi një opozitë demode të vyshkur, e cila jo vetëm që s'përbën asnjë lloj alternative për Shqipërinë, por përkundrazi ka sabotuar procese shumë të rëndësishme që ndoshta do ta kishim Shqipërinë sot në një nivel tjetër. Por thash që opozitën nuk e zgjedhim ne. Në ana tjetër e ritheksoj edhe një herë që një pjesë atyre njerëzve që kanë dalë në rrugë janë edhe si pasojë e një mungese alternative tek opozita zyrtare dhe shiva tash çfarë njerë del mbron investimin, mas 2 ditësh bën një tërheqje, çon pastaj protestuesit, këtë protestuesit çon përfaqësuesit e PD-s, pra një lloj hallakatje politike që përveç se çakordon ato të vetët. Nëse kjo është një gjë që i përket atyre dhe s'na përket ne. Ne duam të fokusohemi tek prioritetet që kemi. Dhe tash ka një moment shumë të mirë Shqipëria ekonomik, financiar, duke patur parasysh edhe problematikat me cilat po përballet sot globi. Shikoni vendet fqinje, shikoni se shpëndon. Suksesi kaq të madh zoti Shalsi, nuk e thash suksesi, të protestonin nëse do ishte kaq. Nuk thash, do ketë njerëz pa kënaqur vazhdimisht. Ne na duhet që të reflektojmë mbi objektivitetin e pakënaqësive të tyre edhe aty ka vend që ne të korrigjojmë, vetë korrigjojmë siç e kemi provuar, po unë besoj fort që nuk ka alternativë tjetër Shqipëria përveç Partisë Socialiste, që mund të bëjë realitet ëndrrën shqiptare të europiane, si dhe po shifja një raport merr fund kjo ëndër nëse s'është midis partisë jemi më pranë se kur. Ka vetëm një kontrast vetëm thellë. Jemi një. Okej, sa është ligjërim. Ideja është Partia Socialiste përdor kjo ligjërimi praktikisht zyrtar që ne jemi vetëm një forcë politike që e bëjmë Shqipërinë shtet. Mund ta bëjmë Shqipërinë si për të ardhmen e Shqipërisë, mund bëjmë diçka. Në kontekstin e politikës lokale kanë drejt për ta thënë, se në fund fare njerëzit e masin me çka kanë përballë dhe si kanë konstelacione politike. Po ironia e madhe është Partia Socialiste mendon për të ardhmen e Shqipërisë dhe ardhmja e Shqipërisë është në rrugë duke thënë që ju jeni pengesë për të ardhmen e Shqipërisë. Nuk është ardhmja e Shqipërisë, ardhmja e Shqipërisë është rinia. Po.